Jemi tani në pjesën e fundit, jemi në rubrikën e librit dhe në fakt një më kot kemi zgjedhur një autor i cili ka shumë për të thënë, por për sa i takon përkthimit të veprave të tij, është përfolur, është kritikuar, është e vështirë të përkthes në fakt. Boris Vian, profesor Edmond Tupe, ka arritur dhe po më tregonte detajet qoftë të botimit, qoftë edhe të mënyrës së lojës së fjalës që ka Boris Vian për të sjellë atë shkumën e ditëve. Dhe në jetë thuhet në pasthënien e librit, më korrigjo pastaj për termin, kryesori është të gjykosh për gjithçka a priori, ç'është e vërteta, duket se masat e kanë gabim dhe se individët kanë për herë të drejtë. Nga kjo duhet të ruhemi se mos nxjerrim ca rregulla se si të sillemi që të zbatohen këto nuklypse që të kenë nevojë që të shkruen e zeza mbi të bardhë. Ekzistojnë vetëm këto dy gjëra që do na i tregoj profesori. Mirë se vini në Vila 24. Faleminderit për ftesën, Niki, është kënaqësi për mua të vi gjithmonë këtu. Kënaqësia është e gjitha jona. Vite për libra që përkthejon ose shkruajon, po sepse këtu ndihem mirë, sa egoist jam. Sa mirë që ndihemi ne kur i dëgjojmë këto fjalë. Profesor, kur më thatë që kam përkthyer librin e Boris Vian, hyra në internet dhe lexova për këtë autor, që ishte jo vetëm një autor libra, është jo vetëm një shkrimtar, por kishte shumë profesione, një. Lexova kritikat që ishin bërë për përkthimin e veprave të tij, që ishte një luftë mes përkthyesve. Kush e ka përkthyer më mirë, kush e ka sjellë më mirë fjalën, më mirë frazën, më mirë mesazhin, edhe qoftë edhe për titullin e librit. Në frëngjisht si e ka është L'écume des jours, shkuma e ditëve. Është shumë mirë me shprehjen shqipe që ditët, vitet, ditët, muajt, vitet, njeriu e lodhin. Kur vjen veçëria, domethënë i nxjerrin shkumën. Tamam. Shiko sa bukur ka Ka janë shumë ditë për të prodhuar të shkumën. Thash mendova se brenda një dite do ishte ajo shkuma e një dite të lodhshme. Jo, është brenda jo shumë ditë, domethënë, po brenda një stini, le të themi. Brenda një stini. Ka shkumë. Për çfarë flet libri? Ka shkumë gëzimi, siç është shkuma e shampanjës, ose shkuma e detit, valet në verë kështu. Dhe ka shkumë fatkeqësie. Janë të dyja bashkë, e mira dhe e keqja janë bashkë. Ka një histori romantike. Romantike duhet të them që duhet të marrë me shumë rezerva, sepse fillimi duket kështu. Le të themi është një fillim i lumtur. Dhe pastaj pa nga pak, nuk do ta tregoj historinë sepse absolutisht. Do t'i vrisja kurreshtjen. Unë ende jam në fund të përfunduar, nuk e kam përfunduar ende librin, të jem e sinqert, por fatkeqësisht mësova që përfundon, është shumë interesante përfundimi i shumë interesant, Gjifti. Ka dhimbje, patjetër, por ka edhe nëpërmjet humorit dhe lojës së fjalëve, ka një vizion krejt, një kënd vështrim krejt tjetër të realitetit. Të jetës. Dhe të jetës, po. Është e mira dhe e keqja brenda, është dashuria dhe paraja, problemi i madh, moral, shumë aktual në Shqipëri, dhe ka ideja është, filozofia është që në këtë jetë ka gjithmonë të papritura. Po. Dhe ne duhet të hapim derën, si thua, të papriturave. Po, por ka mënyra për ta hapur derën. Sa ka rezistuar personazhet? Si e kanë përballuar personazhet të papritura? Shiko, aty është një histori një çifti ku vërtet paraja nuk hyn, se protagonisti është i pasur. Dashurohet? Pastaj, nuk hyn ideja e të punoj për të fituar para. Kloe, që është vajza me cilën dashurohet Koleni, dhe martohet, është e bukur, e dashur, dhe kaq mjafton, s'ka nevojë të punoj. Edhe ky nuk punon. Pra, filozofia është kjo që për të qenë i lumtur, puna e vret lumturinë. Mirë, duhet punuar për të jetuar. Dhe ka një debat vogël midis të dyve, dy protagonistëve, lidhur me këtë, po unë do ta them. Po, është shumë aktuale të mendosh, profesor, që Boris Vian e ka shkruar këtë libër në 46-ën. E ka botuar në 46-ën, po, në 46-ën, e ka botuar në 46-ën. Në 47-ën e ka botuar. Në 47-ën. Kishte një koincidencë edhe me po, atë këto është kjo, kjo është gjë e papar. Unë këtë libër e kam zbuluar në mars të 67-s në Paris. Një nga profesorët e mi, në hepte një lëndë që quaj bashkëbizedim, këmbimi desh, Michel Gauthier, më dhe emrin. Na foli për këtë libër. Dhe unë tregoj se të ca ullësira, dhe unë thashtë da ble. I thashtë profesorit, që ka interesant, po dhe ble. Ishtë një profesor shumë vllazëror, shumë i ditur.
dhe e bledha e lexova në mars të 67-s. Ky libër ishte botuar në mars të 47-s. Autori ka lindur në mars të 20-s dhe me shumë përunjësi dhe shumë modesti, përkthyesi i këtij libri ka lindur në mars të 47-s. Unë kam lindur 11 ditë përpara se të botoj ky libër. Dhe unë e përktheva këtë. Dhe çaj koincidencë. Si u ra në dorë këtu në Shqipëri për ta përkthyer shtëpia botuese Fanoli? Shtëpia botuese Fanoli. Unë kisha librin, kisha blerë që në 67-ën, ishte një nga botimet e para, se ky libër nuk kaloi në heshtje. Megjithëse ishte një talent i madh. Por ky autor është një autor që... Çdo e gjen veten, çdo çift që mund ta lexojë dhe ta ketë në shtëpi e gjen pak a shumë veten. Po, është një libër që të mëson të dashurosh. Domethënë të mëson se si të mos bësh ato gjëra që duhen bërë, sepse nuk i dihet. Jeta mund të jetë e shkurtër për njërin nga pjesëtat e çiftit, ose për të dy mund të jetë e shkurtër. Pse thuhet që në jetë kryesorja është të gjykosh a priori? Po, sepse këtu është antikonformizmi i autorit. Ai merë strukturat e gjuhës, i shpërbën, se të gjithë thonë që nuk duhet gjykuar a priori, dëgjojmë një herë, shikojmë, mësojmë, pastaj formulojmë një gjykim. Pra duhet gjykuar, thotë, arsyeja karteziane, logjika, e thotë, duhet gjykojmë a posteriori. E kundërta e a priori. Dhe të mendosh që Ky sfidon, e sfida, kështu, në të tërë librin është e sfida. Sfida, mbi veten, mbi jetën, mbi tjetrin, mbi shoqërinë, dhe të mendosh që... Ai thotë për shembull, puna është e shkatron njeriu. Lumturinë e çiftit. Po, jo puna e shkatron, po, se do punosh, do lesh, do përgjigjesh, do vish i lodhur, po. Detyrimisht do ketë konflikte në çifte të tjera. Ai thotë, jo, duhen shpikur makina për të punuar dhe njerëzit të jenë të lumtur, mos punojnë. Puna e vret njeriu. Ajo punë që sipas Darwinit e ktheu atë qenie që bën pjesë në familjen e primatëve, majmunit them, e ktheu në njeri, e ngriti, e bëri Homo erectus, ecte me 4 putra, pastaj u bë me duar dhe kapsipsesi. Ajo punë që e krijoi, bëri që ky të bëhet njeri, që qenie të bëhet njeri, ajo punë e vret këtë njeri. Këtu nuk duam të japim mesazhin që mos punoni se u prishet lumturia dhe jeta mes çiftit, apo jo? Është tjetër sfidë që mbi zotëron, do ta lexoni deri në fund për ta kuptuar. Mesazhi është që shiheni botën pak ndryshe. Jo ashtu siç na mësojnë që në fillim fare, por do shkojmë në kopësht, parashkollor, do shkojmë në shkollë, do edukohemi. Këto janë të gjitha procese jetësore normale për gjithë. Po, normale, ka dhunë pak brenda, se fëmia do t'i di lirë, ty vinë për pemë, të los zbathur ti. Vjen momenti këto i bëjmë këto gjëra deri në fëmijërinë, deri në klasë 4, pastaj klasë 5, shëngohet ripi. Po. Se ndryshe nuk mbi kështu ndërtuar kjo botë. Gjithsesi sa më shumë të dim, aq më të lirë do jemi, kështu që po, si ndërgjegje. Si ndërgjegje. Ti je i lirë për Sartri, e flet për Sartri. Ishte për Sartri, po ishte. Lëshon emrin një gërm dhe ai thotë, ti je i lirë do thotë të zgjedhësh prangat e tua. Se ti je mirë, do të jemi mirë, do të futuroj të hypin katë në 20 e hidhem. Atë ç'do bëj? Do zgjedh prangat e mia, di se luturoj, por do vras mendjen dhe do shpik avionin. Po, është një frymëzim Sartri në fakt, edhe në personazhet që ka punuar me Sartri. Sepse ka qenë inxhinier si formim. Boris Vian. Ka qenë inxhinier. Pastaj ka shkruar 10 romane. Plot vëllime me novela. Ka qenë përkthyes. I binde në trombës, xhazin e adhuronte. Ishte skenarist filmash. Ishte dramaturg. Ishte aktor. Ishte libretist për opera, tekstin e operës. Ishte i papar, domethënë ai e konsumoi vetëm sepse që i vogël kishte lindur me një reumatizëm në zemër. Dhe ai kishte parashikuar që do vdiqte 40 vjeç, do vdiq 39 vjeç. 39. Po, pati edhe parashikim shumë interesant. Po. Domethënë ishte një forcë e natyrës, forcë e artit. Ishte mik i ekzistencialistëve, Sartrit, për shembull. Ishte i papar, termi është i papar, siç thonë ju të rinj sot, i papar, domethënë i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm dhe edhe vdiqi i ri dhe i ka ushtruar gjithë profesionet. Po, Mozarti vdiqi i ri, 35. Radike ja vdiq 21, tjetër shkrimtar francez që vetëm 2 libra bëri, vdiq. Alain Fournier u vra i ri, Alain Fournier një libër bëri, librin e jetës së tij u vra. Louis Pergaud, luftën e parë botërore dhe Louis Pergaud bëri 3-4 libra. Profesor, kur thuhet që masat e kanë gabim dhe se individët kanë për herë të drejtë, ekzistonte ky mesazh në kohën në 46-ën kur është shkruar? Ai thumbon këtu. Masat pak a shumë bizotronin mbi individin. Ai thumbon që të majtën në politikë, sepse masa revolucioni, masa
Me këtë term. Por a ishte elitar vetë, ishte shumë elitar. Dhe e thot gjëra fantastike, ka dhe kështu aksion ma brënda, dhe me thënë ka fjalë të urta, plotë, por ka dhe lëra fjalë. Ke patur shumë vështirësi, profesor, e theksova që në fillim. Të merë. Më mirë të përkthej një Prustës një James Joyce, se sa. Edhe për ta kthyer në film, për ta ekranizuar, ka qenë shumë e vështirë, sepse është bërë edhe në sepse një moment saktuar kur sëmuret një nga personazhet. Vajza e dashura e Kolenit, Kloe, sëmuret, kjo vjetre për njerë jepin sinjalet të tilla si dielli që jashtë shëndrit brenda nuk vjen. Edhe lulet që do ta rrethonin vazhdimisht. A është tjetër gjë, mos i thuaj sekretet e këtij libri. Apartamenti duke shkruar zogluar. Po. Kemi element se ky është një roman surrealist. Po surrealist do të thotë në kuptimin jo që çdo kuptohet pa kuptuar, se kështu më tha njëri, sorry. Jo, është një kënd vështirë mirë, është një miush, nuk është miush, është minush, është mi thema. Aty minusha e kam vënun. Po. Sepse kështu është në fjalor, minusha. Dhe është i bukur, më minusha është nga grishtja, minush. Mini minusha. Jo miushi, miusha, etj. Ajo i kupton çfarë thonë njerëzit. Vruan bashkë me njerëzit, empatia. Por, dhe në fund fare, ajo flet, bizeton me një mace, me një maqok, sepse, ashtu është rrethana që ajo duhet pati të flasi me maqokun. Të flasi. Ka ozira shumë, pse ka lëra fjalësh pa fund. Po, ai thot, e kaloi pjesën më të ndritur të kohës duke e nxirr atë, sepse drita më verbon. Ka filozofia shumë vështirë, edhe francezët vetë nuk japin dumë, zgjidhja është. Po, edhe vetë. Ose vjen një moment që merr ngjallën, ai ngjala, dhe hodhi në një tigan, po kokot i thon frëngjisht, po kokot i thon edhe tiganit dhe një femër që është bish si ngjall. Bish për si ngjall, pra ngjala me tiganin kanë krijuar ai luan me dy kuptime. Tamam lojra fjalësh. Si do i jep këtë? Dhe befas më erdhi, nuk e di si më ka erdhur. Stili i tij të shkruarit apo tek roman? Jo, ai ka lojrat e fjalëve, i ka plot. I ka vetë. Po. Dhe unë më erdhi e gjeta kështu, më erdhi një ndryshim, nuk e di si ju do ta lexuesit dhe lexueset. Mendoj se ju keni guxuar shumë në fakt të përtheni. Thotë e hodhi ngjallën në një kusi. Se jo t'i në një kusi, se duhet femërore, në një kusi bisht për dredhur. Kusia ka bisht. Dhe ngjalla dhe kusia bisht për dredhur, që edhe krijohet njëri. Por këtu unë s'mund vjesh një me tani në çdo ka një me plot për jazzin sidomos. Të kuptohet, se bëhet fjalë aty, bëhet fjalë për një ka shpikur një gjë ky Koleni, protagonisti, që është njëkohësisht gramofon, dhe gramofoni është, si e them sot, compact disc, dhe ka dhe pije brenda, dhe çdo melodi që një melodi që ti luan, del një pije veçantë, me shije veçantë. Plus i duhet ditur që Kloe e ka aty, Kloe është emri i një pjese muzikore jazzi. Dhe kjo quhet. Ka shumë prindër që ka vendosur dhe emrin Kloe. Muzikës Kloe dhe aty del pija Kloe, që është shumë e shijshme. Po. Përndaj është surrealist. Është shumë interesant si libër dhe përgëzime profesor për guximin sepse duhet të jetë një sfidë që ju keni përkthyer dhe keni zgjuar se ka shumë terminologji. Zgjati shumë përkthimi. Ka shumë. Shiko, përkthimi zgjati një 3-4 muaj, po. Por puna është që redaktimi zgjati më shumë se përkthimi. E kam rilexuar 2 herë, realizova edhe një herë tjetër, pastaj sepse unë kisha përkthyer tekstin nga teksti që kisha bërë në 63-shin, teksti që ishte botuar në 88-89, kishte ca ndryshime, se kishin shkuar, kishin ngërmuar me sa duket botuesit tek dorëshkrimet. Dorëshkrimet e Boris Vian. Po. Është fantastike. Historia e mrekullueshme, kuptimin. E Kolis dhe Kloe që keni dhe në kopertinë, një mënyrë unë lakoj emrat për lexuesin shqip. E Kolenit dhe e Kloes. Kolenit dhe Kloes. Kloe dhe Kolenit dhe Kloe. Nga Boris Vian, faleminderit profesor, kemi përfunduar. Shtëpia botuese Fanoli. Shtëpia botuese Fanoli me shqipërimin e Edmond Tupja nga Boris Vian, shkuma e ditëve. Gjeni në çdo librari për gjithë lexuesin që e ka pasion librin dhe e ka pasion të reja që sjellin shtëpit botuese dhe shqipëruesit. Faleminderit që na keni ndjekur, jemi nesër, profesor, të falenderoj edhe një herë.